Ministria e Jashtme e Egjiptit ka reaguar pozitivisht ndaj deklaratave të fundit të presidentit amerikan Donald Trump, ku ai mohoi çdo plan për të detyruar largimin e banorëve palestinezë nga rripi i Gazës. Në një deklaratë zyrtare Egjipti tha se ky qendrim reflekton një kuptim të thellë të situatës humanitare në enklavën e shkatëruar nga lufta mes Izraelit dhe Hamasit dhe nënvizon rëndësinë e një zgjidhjeje të drejtë të qëndrueshme për çështjet palestineze. Deklarata e Trump u bë gjatë një konferencë në Shtëpinë e Bardhë me kryeministin irlandez Michael Martin, ku ai tha se askush nuk po të bënte një palestinez nga Gaza. Kjo deklaratë vjen pasi më herët presidenti amerikan kishte sugjeruar që SBA-ja mund të merrte kontrollin e Gazës dhe ta zhvillonte ekonomikisht, duke shndruar atë në një vend fenomenal për të jetuar në paqe. Megjithëse Trump kishte propozuar më parë zhvendosjen e palestinezëve për të krijuar një realitet të ri ekonomik në këtë rajon, deklarata e tij e fundit duket se synon të shuajë shqetësimet ndërkombëtare mbi një zhvendosje masive të popullsisë. Egjipti, si një aktor kyç në ndërmjetësimin e çështjeve të lindjes së mesme, e sheh këtë deklaratë si një sinjal të rëndësishëm për parandalimin e një përkeësimi të mëtejshëm të krizës humanitare dhe për forcimin e përpjekjeve diplomatike për paqen në rajon.